Pse tash është në interes të Në interes të Albin Kurtit është që kjo situatë me vazhdu qështu, sepse ai, kryeministër ndëtyr, kërkush nuk e të rashkat aty se s'ka parlament, edhe dalin në për televizione, për në për televizione këta që po folin shumica dhe edhe po kryojnë ma te për që me thonë averzion, edhe kjo pikon me në atina. Në anën tjetër, pse s'pekononën partive opozitare, ata s'pekononën se përthojnë kështu sa ma shumë që zgjatë qështu, partia Albin Kurtit bje poshtë, edhe zgatë edhe pak dhe të shohim që na muj me kona ta fitus të zgjedhës, dhe të monë, kjo qështu përgjësia e tina është. Presidentja thët, a dhe shka, bënë zollu se nëse rregullohet parlamenti e kështu, në këtë konstelacion forca politike, unë nuk kam shansë mu rizgjedhë. S'ka asë një forcë politike që është e interesume me e rizgjedhë ato presidente. Që ka ndryshojnë zgjedhjet që me aja pasajat kortën e dy që... Që ka ndryshojnë. Kështu që ajo shpesan, thëtë, bënë e zollu kështu, nështë a vjen Aleksandri Malë, nësa vjen arbitri, edhe thëtë, ati qka, lene qëto për presidente, se bënë qëto edhe me kohët edhe një mandat. Tema presidentit nesh nuk është edhe një vjetë. Po tash, ajo nuk është tema president, po presidenti është faktor në lojën politike të sotit. Jo, është faktor, a e s'po bëhet faktor, se po t'ish bo faktor, me që një zhjide... Po i kështë e s'po bëhet faktor, sepse aje s'po dënë me lonë lugën më zhvillu. Gjykata kushtetuese, tash qa mund është me thonë për një vendim gjykatës kushtetuese, e cilën dalin ish kryetari i gjykatës kushtetuese dhe ish nën kryetari i gjykatës kushtetuese dhe komentojnë në dy mënyra të ndryshme. Po vendimet e gjykatës kushtetuese duhet me qenë qarta për çdo çoban. Duhet me qenë thjellta. E jo mo juristat e ata që kanë qenë antarë të gjykatës me pas probleme interpretu se të në mënyrën e vetë, partitë politike për interpretojnë se të në mënyrën e vetë, do më thonë, ata kanë po vendimin bënë e zëllu, sepse nëse vjen kohë i kalon në afati presidentes, atëhere ushtrus detyre s'ka kryetar parlamenti që më krynë ushtrus detyre, bëhet kryetar i gjykatës kushtetuese, bëhet ushtrus detyre presidentit. Bane zëllu. Kita arsye ka mujtë e postë është kryetori i gjykatës kushtetuese. Po jo, kryetari orienton në fond në vendimet ka të rëndësishme kryetari edhe tek e fundit edhe gjykatës që e kanë zgjedhur kryetarin ata edhe ai po lufton për pushtet. Normal. Edhe tash kjo situatë pajtona menaxhing. Kjo situatë është shumë cinike, po është cinike, po është fatkeqe për shtetin e Kosovës, sepse në ndërkohë që ata gurët në dominat që luajnë fuqitë e mëdha në përbot, ma le Ukrainën të jap Iranin, ma jap këto të jap ato që provojnë. Ç'është? Edhe kur vjen puna Kosovë, Serbi, Ballkan, ti je defaktorizuar. Na boll të vogël jemi, po mendoj. Po qash sa jemi të vogël, para më kishë mujtë me konë pak matë organizum, me jap vetin i vlerë, dhe thash duke mos e pasur, duke qenë vlerën edhe matë vogël se sot që jemi si malsi, kështu që me thonë, malsi normale, do mon 1,5 milion njerëz, 10.000 km2, që kjo është fuqia jonë... Malsi normale. Po më e jonë, që ka. Po na nuk e kemi... Jo abnormale, për shamë. Po na nuk e kemi fuqin asë edhe një vendi me 1 km2, edhe duke qenë kështu, duke qenë me pa parlament, pa qeveri, duke i pasur to situatat të tilla, atëhere vlera jonë në këto lojrat domino ndërkombëtare zbret shumë poshtë. Çka thonë diplomatët edhe këta njerëz sigurisë ndërkombëtare? Thonë, shqyr që Serbia në telashe të veta edhe s'po merret me juve, se me konë ajo në momentet veta më të mira,
na kishim pas, po dhe na kishim pas problem me aktivit... Qa këshin bo? I këshin shtit zekrat. Jo, jem të mënu në gjdo aspekt edhe se ka fri dhe problemet atje. Me ndëspret në fakt mi shtit zekrat Kosovë për me shpëtuar atje. Po furi me gjonë se ka bo blok edhe veta dhe presidenti shtetë bashkë Amerikës. Zekra po me shimë në alë. Edhe nuk janë... Që kjo koncepti zekrit shumë interesant analiza. Po mendoj që po në kuptoni analizë politike shumë e vlerë. Ka vlera shpjeguse shumë zekri. Zekri si metaforë për ndërhyrje ushtarake. Po nuk e përmendi Trumpi rastisht se kur thosha që ka rrezik lufte që tha unë e kam shpëtuar një luftë në mes Kosovës dhe Serbisë. Ka qenë para 5 vite. Ka qenë para 5 vite, është e vërtetë. Edhe ato kanë shpëtuar deklaratat kur Serbia mre ke brinat me sulmu Kosovën, doli James Mattis, që ishte sekretari mbrojtjes. Kjo është zoologji politike. Zoologji. Një metaforë. Po fletë e unë s'po ndërhyr. Okej. Unë po t'lo me e forë. Ndërhyri, pikërisht ata në cilën Serbia kishte shpresuar se ka ndodhur ndryshime gjeopolitike në botë, domethënë zgjedhja e Trumpit, zgjedhja e Theresa May si kryeministër britanike, u dolën James Mattis në emër të administratës Trump, doli dha fuqishëm përkrahje për Kosovën, Theresa May doli po ashtu, edhe u nali turp. U bën me ushtri, pikërisht kohën e Trumpit, u bën me ushtri. Kosova u bën me ushtri. Pikërisht kohën e Trumpit. Po që kjo lidhja me gjykatën kushtetuese, po më çudit pak. Cila lidhje? Si po thu, dy ish gjyqtarë gjykatës kushtetuese, po japin interpretime ndryshe për një vendim. Po kjo është normale. Ata madje edhe ku kanë qenë pjesë të gjykatës kushtetuese, për çdo rast që e kanë trajtuar, kanë japë mendime ndryshe, dhe është e toleruar kjo edhe gjykatat e rregullta, gjyqtarët më japin mendime ndryshe, dhe shkruajnë vendim i cili nxjoll debat me rregullin e çështjes. Dy juristat japin 3 interpretime. Me thonë, shkenca juridike është e tillë. Prandaj, rreziku këtu është qysh partitë politike, po e marrin vendimin e gjykatës kushtetuese, edhe po mundohen me ja përshtat logjikës tyre. Po kur juristat s'din me lexue ose e lexojnë në mënyra të ndryshme, atëherë pse duhet partitë politike gjykata kushtetuese të ka thonë për 30 ditë. Në verin se interpretimi më i mirë, nuk po hiq, s'po du me folë e verë dhe ka drejtë. Jo, më hiq, pse? Nuk është problemi këtu, a kanë gjykata kushtetuese i ka sqaruar. Ka ndonë mendime të ndryshme. I ka sqaruar disa, po ata morën me jap mendime se kanë mendimet e tyre personale, tash janë pjesë e gjykatës. Çka ka sqaruar? Çka bëhet mas 30 ditë? 30 ditë. Duhet me u konstituu kuvendi. Se Çoban, Shon Bajgorës, Andrin Hilsa, thotë, duhet të marrë me ashta tonë ta politikanë së përmerën. A ki folë me shtatë Çoban? Qa po të fojnë? Po jo, flasëm edhe me Çoban. Nuk është temë, nëse donë me ditë qa menon shumica e popullit Kosovës, të shkoni vetë Çoban, nuk shkoni me vetë Arsimilani. Po që shumica duhet bre më morë me ashtas po merë në vesh gjykata kushtetuese ka japë sqarime të qarta. 30 ditë duhet me përfundu seanca. Me u përfundu. Edhe ta tregon edhe sistemi jonë politik që duhet konsensus. Ajo që ka dole pora, nuk po don konsensus, ajo po don përçamje. Pra, ajo prapë po vazhdojnë me tendencën e njëjtë. Prapë, si të hinë seancë, kërkon votim të komisionit. Jo, veç ka tregu gjykata kushtetuese në vendim që rregulloria e kuvendit e rregullon mënyrën e votimit edhe rendin e ditës. Cili u sanksionon më sasoj? Po sanksion gjykata kushtetuese nuk jep sanksion. Atëherë është çështje prokurisë. Çështja e prokurisë, nëse ti nuk e zbaton mendimin e gjykatës kushtetuese, është çështje e prokurisë. Çka me zbatu me procedurë dhe procedim penal në momentin kur ti si zbaton mendimin e gjykatës kushtetuese, se ki obligim individëve, deputetëve, normalisht. Që ki obligim me zbatu që vendimin e gjykatës kushtetuese. Ligjin është i barabartë. Vendimin e gjykatës kushtetuese është qendrim politik, s'mundesh me më çun bot për qendrim politik. Po bro. Edhe ti po tani një jurist tani nuk parashit kur fare normal. Na morën veç moralisht me thonë që nuk ka qendrim politik. Këtë rast është shumë më e komplikuar se po bojnë krahasim me vendimin për manastir për tokat e manastirit të Çanit. Tu është më e komplikuar. Tu kemi të bëjmë me një mosmarrëveshje politike. Nuk mund është për qëndrimet politike me i penalizu. Nuk kena qëndrime politike këto. A mund është mosmarrëveshjet politike me më rregullu tash kur presidenti ja ka ftuar një takim me partitë politike për me të kalu këtë situatë. A ka rol ose a ka, si më thonë, autoritet presidentja që eventualisht me marrë një pajtim mes
partive politike që po kërkon edhe gjykata kushtetuese realisht. Autoritet ka, sepse është një nen në kushtetutë e cila e obligon presidentin ose presidenten që të punojnë në drejtim që të funksionalizohen pro institucionet e shtetit, këtë rënë është edhe konstituimi i kuvendit, dhe presidentja në momente kur s'funksionon, si kur s'tash s'po funksionon, e ka besoj që në fushë veprimin e saj që dhe t'i thret subjektet politike për të shpallë zgjedhjet jashtëzakonshme për datën e re. Prandaj unë besoj kogja fort që ky takim i presidentes i cili do të mbohet me gjas shpejt. Të ajtën po mendoj se tash nuk di në shashtalli para gjykimit që ajo do t'ju thotë decidivisht. Këtu 30 ditë që i ka dhënë gjykata kushtetuese, ju lutem shfrytëzoni për me arrit kompromisin, për ndryshe unë jam e obliguar si presidenti e shtetit, sipas ti nenit që të shpallë zgjedhjet e jashtëzakonshme, sepse kjo legislaturë ka dështu për me u funksionalizu, dhe unë si presidenti e shtetit kam obligim ligjor që të sigurohem që të ketë pro funksionalizim të institucionit. Megjithatë, më duhet të them dy çështje të cilat realisht lidhen me ato që i thanë kolegët më përpara. Janë dy të vërtetat mëdha që na nuk mundna mi na shkalu në këtë debatin e konstituimit të kuvendit. Është e para që kemi pas zgjedhje me nëntë shkurt dhe kemi një subjekt politik i cili ka fituar zgjedhjet. Dhe e dyta, kemi një vendim të gjykatës kushtetuese të vitit 2014, e cila e ka dhënë drejtë pa si më thonë, pa tjetërsueshme subjektit parë që vetëm tyt takon me dhënat apo. Bile im kthy edhe një herë pak në kohë dhe kam lexuar pak se që ka ndonë në vitin 2014, që ka në orë shumë rëndësish kjo vendimi i gjykatës, që ka përzi këtë e safin për vendimin të emë. Ka të shumë një lloj interpretimi. Që ka ndonë në atë kohë? Në atë kohë në 2014, PDK-ja ka fitu zgjedhjet, LDK-ja ka bon një blok, ose si me thonë një koalicion pas zgjedhor, me aleancën edhe me nismen, dhe kanë zgjedhë Isa Mustafa. Me vetëvendosin. Jo, me vetëvendosin nuk ka qenë. Edhe kanë zgjedhë, vetëm këtëria. Jo, vlanë 2014 s'ka qenë. Po votat e vetëvendosin. Po votat e vetëvendosin. Ka kanë bon një koalicion pas zgjedhor. Jo, në koalicion nuk ka qenë. Po votat e vetëvendosin, nuk ishte Isa Mustafa. E kanë zgjedhë Isa Mustafën kryetar të parlamentit në 2014, subjektet e dyta e tjera. Çka ka ndodhur? PDK-ja ka çu situatën e gjykatën kushtetuese, gjykata kushtetuese në atë ku a ndikume, a prestat përfundaj lutem po më jetën pa e thonë. A ndikume, a pa ndikume, nuk di e kanë zgjenë vendimin se ka thonë, jo, ka se. Për çka më nxjerrë? Ai që fiton. Kjo është histori tash. Jo, është histori, sepse pesa sa jemi. Pesa sa jemi. Tash situata nuk më përfundu, ç'është halli. Nuk ju ndërpreva asnjëherë, sepse kisha për të Jo, ka një logjike kjo. Po du me dalën. Po du me dalën se për të dalë. Po. Pra tash kemi kemi një vendim të gjykatës 2014, i cili e ka dhënë çit vërtet. Ana pëlqen, as na pëlqen, është këtë sa që vetvendosja mas poku ka dorë çat vendim në atë kohë. Pra, po i takon subjektit parë me dhënë me nominim. Disa e me zgjedh. Propozimin. E po dytë si jap hiç. Vetë parë. Je nuk e din. Je po si ka thonë. Po e ka rxu më njërin, pa e ka rxu. Ai ka rxu për i fronit, ai u zgjedh me vota, ajo ka qenë 2014. Po tash jemi 2025. 2025 ne kemi një vendim tjetër, një vendim, pa vishta përfundoj, një vendim tjetër i cili po ashtu faktën krejt çka ka bëu ky vendim sipas shiqimit se shon, veç i ka dhënë 30 ditë. Më ka shku pak ty, si me thotë, ty e regullu. Po nuk e ka regullu dhe në fond. Tash që të thotë, subjekti parë politik e ka marë këtë farë punë e kështë si bakshesh për PDK-s asaj kohë, sepse po thotë, unë, kryetarën e kuvendit, e ka me 2 durët, edhe kam fitu shumë zgjedhjet largë në rezultat për i partive tjera, edhe e dyta thotë, unë e kam këto të pati të sushëm, nuk mundet kërkush më mprejkë, sepse gjykata kushtetuese ka dhënë to. Dhe shkon provon me bo, po veç ta tham presot, pak se ka drejt me thonë në bre. Po janë ti thuje, po jo gjykata, se ka thonë. Ti tha 2 orë si thonë 3 mendime ndryshme. Po se ka thonë mendimin ta. Jo, mendimi po besoj se ka thonë gjykata kushtetuese, do të thonë. Po ani mirë, se ka thonë gjykata kushtetuese. Çka ka thonë gjykata kushtetuese? Se përfundova. Le të saran çka ka thonë atë. Unë po tham. Në rregull është kjo. Po çfarë po interpretohet to ti edhem has. Jo, po çfarë ka ndodhur? Tash vetvendosja e ka një problem. Ka hasën një blokad, si kishte has Partia Demokratike në 2014 dhe nuk po gjon partner për mi mri 61 numër. Aja bo provan, thot, unë provova mi bo ftesë LDK-s. Prandaj, unë seancë shkaj çdo 48 orë, dhe këta më kanë bloku. Pasë është problemi që të vërgjame... Prit, se po dalë, po do më do të problemi. Ta shka kanë ndodhë? Partit opozitare për mu shumë strange është kjo. Si ndodhë partit opozitare gjithë kënë botë lypin zgjedhjet jashtëzakonshme.
sepse kanë humbë zgjedhjet. Këta as nuk dojnë zgjedhje të jashtëzakonshme dhe as nuk ja bojnë votat për me kaluar ato. Ç'është po i di që s'do zgjedhje të jashtëzakonshme? Absolutisht. Hajde le ta thot dikush dojmë zgjedhje të jashtëzakonshme. Pse shkon ka vënë gatshëm për zgjedhje. Për çdo gjë. Për çdo deklarat. Çdo deklarat hyrë të konvenit. Se kanë folur ka vënë gatshëm. E vetë një partia demokratia e Kosovës, e cila realisht është asnjë subjekt tjetër është pa gatshëm. Bani, ban kompromis, nuk i thonë hajde shkojmë në zgjedhje, po ban kompromis. Albin Kurti po thotë problemet rreth. Jo me shku në zgjedhje, po ban kompromis. Jetu e zgjedh problemi. Po më në kompromis, sepse unë menoj që Albin Kurti vishta tha më sot më pas pastaj marrë fjalën. Unë menoj që është e keq që tha dhe kolegu përshtattar për neve. Këtë pajtohemi që është e keq. Absolutisht. Mirë po, unë menoj që duhet në qitë shtet, ka dalë, qësh i kemi dalë për dorës bashkësisë ndërkombëtare dhe kemi fillu pak me ecë me kom tuna. Fatkeqësisht po vrejet që halo jemi ty më staj që jemi do ecë me kom tuna. Po e shohim ku jemi. E ka po shkojmë. Ani ajtë na kapi për këfurin, do i bllokojnë ura për dorën ose ata. Lele. Lele po. Ja. Ose mirë, Qysh shkon vendimi yt nëse ti kishe më qenë. Zoti Kurti unë mendoj që Zoti Kurti po e bani të mirë, po ja lën skenës politike. Po të bëhet mirë, po është të mirë, cila është e mira. Është të mirë që pazar për krye parlamentar. Me rast precedent se ta impoluti subjekte tjera. Në Gjermani e patur. Ata që u nominuan prej subjekte që fitojnë zgjedhjet, edhe kancelar, edhe kryetari i parlamentit ka shkuar absolutisht. Kushtetuta e Gjermanisë njëjtë me kushtetutën tonë? Në çit rast po. Po jo, presësh. Në gjykata e Gjermanisë nuk ja obligon vetëm subjektit parë me pas qytetarën e kuvendit, se të kaluan ka pas me koalicione. Jo. Këtu do të është noti politik, po për mua është problem pse opozita përfundohet si shumë e zgjatë. Po shumë kanë ndërhyrë me gelon me. Po jo, vallai e zgjatë ti. Jo se zgjatë. Jo, ideja mas pari problemi nuk është partitë opozitore as ngre e as shty. Hiç as nuk guxojnë me shkon zgjedhje, as nuk guxojnë me apo ata numra. Po ata s'po guxojnë me fond. Po jo, më pretendojnë për çdo sepse i kanë nxjerr anketat, i kanë nxjerr aloncën jashtë, nismen jashtë, LDK-n bjen, vëja bjen pak, ku shkojnë me 50 numra. Ku shkojnë ata të tjerë pro? Nëse kush pas ka rënë, ku shkojnë votat? Votat shkojnë tani dalë për procent se tash kanë dalë edhe 50 deputet.